Vllaznia ka fituar 3-0 misionin e zhvilluar në ekipit Vllaznia Elit nga Milano Italis. Golet e fitores u shënuan nga Gruda, Malla dhe Tafili. Pas ndeshjes trajneri kuqibluve Edi Martini u shfaq i kënaqur me paraqitjen e skuadrës, edhe pse pranoi se ka shumë gjëra për të rregulluar. Martini foli edhe për merkaton e kuqibluve. Po normalisht i kënaqur, një 12 ditë stërvitje, është ndeshja e parë që bëjmë. Edhe me të mirat, me të këqijat e veta, jam i kënaqur në përgjithësi, kena gjëra me rregullu sa duhet, sepse edhe kemi ndrru modulin e lojës, nuk është e lehtë, domethënë për javë ditë ta marrësh, megjithatë, shëja pozitive, gjëra të mira, normal që shumë punë më bë. Na duhen disa lojtarë që i presim me i marr, është çështje diç, nuk është në dorën tonë, kena bërë ofertat e duhura për me i marr. Mund kena rënë dakord biles me disa prej tyre, em na çojnë sepse nuk është e mira me i thonë, po do rregullojmë për ditë. Jemi në kërkim për të 3 repartet me rregullu diçka, sidomos jena në kërkim thash edhe një mbrojtës qendrës, edhe një numër 10, edhe me lojtari tjetër, jemi në pritje, jemi në bisedime, kur s'ka gjë konkrete, më mirë s'ju them emra sepse edhe po i thash kur s'ndalin më ndaj duket edhe si tërës kur i them përpara. Sfida e radhës miqësore për Vllaznin do të luhet në Deqiq të Malit të Zi.